Grupi i marrjes në dorëzim informon KZAZ-n në rast se konstaton mospërputhje të kodeve të vulave të sigurisë apo konstaton se ka hapësirë midis trupit të kutisë dhe kapakut të saj. KZAZ njoftohet menjëherë kur konstatohet se ka thyerje, çarje që lejojnë futjen apo nxjerrjen e fletëve të votimit apo materialeve zgjedhore, nëse është e llojit, formës apo përmasave të ndryshme nga ato të miratuara, apo mungojnë ose janë kaputur një ose më shumë vula me kode sigurie. Grupi i marrjes në dorëzim i kërkon KZAZ-s që kutia të shënohet kuti e parregullt. Antarët e KZAZ-s verifikojnë parregullsinë e konstatuar. Ata marrin vendimin kur vlerësojnë se kutia është e parregullt dhe vendosin etiketën kuti e parregullt. KZAZ e vendos kutinë në këndin e kutive të parregullta. Komisioni i zonës administrimit zgjedhor porosit menjëherë operatorin ta hedhë këtë fakt në sistemin elektronik. Parregullsitë shënohen nga grupi i marrjes në dorëzim në procesverbalin përkatës. Komisioni shënon parregullsitë në librin e protokollit të mbledhjeve dhe në procesverbalin e konstatimit. Kopje të procesverbalit të konstatimit ju jepen antarëve të Këshillit dhe vëzhguesve të partive parlamentare. Komisioni i zonës administrimit zgjedhor vendos kutitë me fletët e votimit dhe ato të materialit zgjedhor në vendin e përcaktuar për kutitë e parregullta. Kutia e votimit e parregullt në asnjë rast dhe për asnjë arsye nuk hapet nga KZAZ dhe nuk i kalon grupeve të numërimit për vlerësim. Kur kutia me fletët e votimit është marrë në dorëzim me rregullt dhe kutia e materialeve të votimit është vlerësuar si kuti e parregullt, ajo i nënshtrohet procedurave të hapjes së vlerësimit së bashku me kutinë e votimit me fletët e votimit.